Një denoncim ka mbërritur në redaksin ton për Spitalin Rajonal të Beratit, ku qytetari tregon se prej 3 ditësh në këtë spital po përballet me kushte të papranueshme dhe një neglizhencë të plotë nga personeli mjekësor. Mjeku Roy është paraqitur vetëm një herë, dje, dhe mjeku pneumolog nuk ka ardhur asnjëherë gjatë këtyre 3 ditëve, duke lënë pacientët pa kujdes të specializuar. Familjarët janë të shqetësuar për pasivitetin dhe mungesën e ndihmës profesionale në një spital që duhet të ofrojë shërbim shëndetësor. Një tjetër shqetësim serioz është mbulimi i pavioneve me vetëm një infermiere, e cila është detyruar të kujdeset për të gjithë pacientët e pavionit. Më e rëndë akoma është ajo që familjarët janë të detyruar të monitorojnë nivelin e oksigjenit, një procedurë që kërkon një specialist për të kryer siç duhet. Kjo është një përgjegjësi që nuk mund të jetë e pranuar dhe ka potencial të shkaktojë rrezik për jetën e pacientëve. Kudo është papastërti dhe korridoret janë bosh, nuk ka asnjë shenjë të mjekëve apo infermierëve. Familjarët janë të hutuar dhe nuk dinë se me këtë kontaktojnë apo kujt i drejtohen për të marrë një përgjigje.